A. Daniel Gjeçaj. A. Daniel Gjeçaj lindi me 14 tetor të vitit 1913 në thellë të Dugaxhinit. Emri me të cilin e pakzuan ishte Mark, ishte i biri i Prengës dhe Katevatës. Mësimet e para të shqipes dhe të fesë mori prej famulltarit Patër të Bërdices. Me 1924 bjen në Shkodër dhe hyn në kolegjin franceskan dhe me pas vjoj në liceun Ilirikum, ku kishte mësues fishten, harapin, prendushin, shtakun e të tjerë. Me 23 tetor të vitit 1932 vesh zhgunin, me 1933 kryer nishtarin, ndërsa në vitin 1936 studimet liceore. Pas këtyre, nis pjesa e dytë e përgatitjes me studimet jashtë Shqipërisë. Kështu, me 1936 dërgohet nga eprorët e vet në kuvendin e Shen Benardinit në Sijen dhe qëndron aty deri me 1939, ku me 25 korrik shugurohet me shtar. Me të kryer studimet, vjen dhe mban meshën e parë në fshatin e lindjes. Emrohet drejtori i bibliotekës franceskane deri me 1941 dhe më vonë zëvendës drejtori i kolegjit franceskan. Me 1942, provinca e dërgon në Itali për të ndjekur studimet për shkenca biologjike, por u kthy me kapitullimin e Italisë. Me mbylljen e instituteve fetare në Shkodër, shkon me 1946 si famulltar në plan të Dugaxhinit. Me 1948, aratiset në Jugosllavi me Martin Camajn, rapsodin Gjergj Plumi dhe 30 e sa nacionalist të udhëhequr nga kapiten Gjon Distanishta. A. Daniel Gjeçaj nuk pranoi për të bashkëpunuar me UDB-n, për këtë arsye u dërgua së pari me punën e Hekurull. Pas disa kohësh, kaloi në Herceg Novi e mandej u bë mundur të ushtrojë mësuesinë në katunin e Preshevës, ku u prit shumë mirë. Me 1955, i ndihmuar nga Ernest Koliçi, kalon në Itali, ku vendoset në Toskanë. Komiteti Shqipëria e Lirë e thret si përgjegjës për kulturë dhe jep detyrën të ribotonte epusin fishtian Lahuta e Malësisë. Patër Daniel Gjeçaj, bashkë me Petro Vuçanin, e korrigjuan dhe e botuan me 1959. Nga viti 1965 deri në vitin 1970 jeton në Shënpjetër. Bashkëpunon dendur me Ernest Koliçin për të botuar artikuj ku ju dëgjua zëri shpesh ndër programet e Radio Vatikanit në gjuhën shqipe. A. Daniel Gjeçaj zhvilloi konferenca për lirinë e popullit shqiptar deri në SBA. Më vonë, u emërua prej së listës së shtetit si përfaqësuesi i katolikëve shqiptar në Mërgim. Shërbesën e tij meshtarake e zhvilloi pranë famullisë së Shën Gregorit VII. Në këtë gjysmë shekulli që jetoi në Perëndim, mblodhi libra, dorëshkrime, dokumenta, duke formuar rishtasi atë që u bë bërthama bibliotekës franceskane në Gjuadol.